A duhet të kthehen dhuratat e një çifti pas ndarjes? Nuk ka një rregull të prerë për kthimin e dhuratave pas një ndarjeje, varet nga rrethanat, lloji i dhuratës dhe marrëdhënia mes ish partnerëve. Dhuratat personale si rrobat, parfumi, librat zakonisht nuk kthehen, sepse janë dhënë pa pritshmëri për t'u marrë mbrapsht. Dhuratat sentimentale, si një unazë fejese, bizhuteri të shtrenjta ose sende me vlerë emocionale, mund të jenë më të ndjeshme. Disa mendojnë se është korrekte t'i kthejnë, sidomos nëse ndarja ka ndodhur para martesës. Sendet e përbashkëta si mobiliet, makinat ose kafshë shtëpiake duhet të ndahen me mirëkuptim, bazuar në atë që ka qenë marrëveshja fillestare ose kush i ka përdorur më shumë. Nëse ndarja ka qenë e hidhur, kthimi i dhuratave mund të ndihmojë për të mbyllur një kapitull. Por nëse është bërë me mirëkuptim, shumica e njerëzve nuk i kërkojnë dhuratat pas ndarjes. Gjithçka varet nga etika personale dhe marrëdhënia mes dy personave. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.